Ndoshta mund të duket një titull që në momentin e parë të fut në mendime, ose të sjellë të qeshura, që si mundet që dikush të jetë kaq i ligë me veten sa ta mbajë në burg. Rasti i Erion Veliajt është shembulli. Dikush mund ta kundërshtojë, por Erion Veliajin e mban në burg Erion Veliaj. Ktu nuk ka asgjë për të qeshur. Të gjitha faktet e thonë këtë. Një nga pikat kryesore që më shojnë fort prokurorët e SPAK-ut, Olzdado dhe Altin Dumani, sa herë Veliaj kërkon zëvendësimin e masës së sigurisë, është fakti se ai ka prishur provat. Duke qëndruar në detyrë si kryetar bashkie, rrezikojnë që të shkatërrojë procesin hetimor. Erion Veliaj, përveç 12 akuzave që kishte në momentin e arrestimit, mori edhe një akuzë të 13 për përdorimin e sendeve të paligjshme në paraburgim, por ai mund të hetohej në gjendje të lirë në rast se nuk do të ishte më kryetar bashkie, në rast se do të kishte dhënë dorëheqjen dhe nuk do të shkonte në institucion për të prishur provat. Rasti i Klotildës Bushkës, që me sa duket prokurorët janë treguar zemërgjer apo të butë, që merrte dhe prishte telefonin e Adela Kondakçiut për të ndryshuar provat, e cila ishte dhe burimi kryesor i nxjerrjes së të dhënave hetimore për Erion Veliajin, pasi telefoni i saj ishte sekuestruar nga SPAK për një çështje tjetër, atë të kryebashkiakut të Himarës Jorgo Goro, i arrestuar pas kallëzimit të Fredi Belerit. Le të shohim një fakt të thjeshtë. Në rast se Erion Veliaj nuk do të ishte në detyrë si kryetar bashkie dhe nuk do të prishte provat, cili do të ishte argumenti kryesor i prokurorëve Olzdado dhe Altin Dumani para gjykatës, përse duhet ta mbanin në burg, mund ta hetonin si shumë kryebashkiak të tjerë në gjendje të lirë. Njeriu që jep dorëheqjen si kudo në botë nuk prish provat dhe vazhdon hetimi dhe në fund është gjykata që vendos. Erion Veliaj, i thirrur në dhjetor të 2024 për të dytën herë në SPAK, por për herë të parë në lidhje me hetimet ndaj tij dhe bashkëshortes Ajola, doli dhe sulmoi SPAK-un në një mbledhje të Këshillit Bashkiak në mënyrë kriminale. Jo vetëm kaq, por filloi dhe prishjen e provave. Pasi u njoh me akuzat, në vend që t'i jepte dorëheqjen dhe t'i linte prokurorët të bënin detyrën apo të merrte përsipër të gjithë barrën e kësaj çështje, duke shliruar biznesmenët dhe bashkëshorten e tij, por nuk e ka këtë lloj burrie, shkoi përpara dhe vazhdoi me akuza, duke theksuar se ai ishte kryetar bashkie, ishte i zgjedhur, bënte shumë punë, ndërsa nga ana tjetër prishte provat, po dëmtonte hetimin. Her pas here prokurorët këtë kanë thënë në gjykatë. Erion Veliaj lirë rrezikon të shkatërrojë procesin dhe ta hedhë atë në erë, sepse është në detyrë si kryetar bashkie, dhe këtë e bëri dhe me gomarllëkun e tij të fundit. Kur Edi Rama e shkarkoi, Erion Veliaj nuk u dëgjua në Këshillin Bashkiak. Kjo u gjet si shkelje procedure nga gjykata kushtetuese dhe e lanë në detyrë Erion Veliajin. Në fakt, në rast se Erion Veliaj nuk do ta kishte ankimuar në gjykatën kushtetuese, ai do të rrëzonte një nga argumentet kryesor të prokurorëve të SPAK-ut, për të cilat ai ndodhet në qeli. Në rast se nuk do të ankimonte shkarkimin e bërë nga Rama, menjëherë mund të kërkonte zëvendësimin e masës sigurisë. Erion Veliaj nuk do të ishte me kryetar bashkie dhe nuk do të kishte gjykatës që ta mbante në qeli. Prokurorët mund të kishin shumë argumente të tjera, por kolonën e tyre kryesore kanë faktin që Erion Veliaj është kryetar bashkie dhe prish provat. Ky argument do të urrëzojë në gjykatë nëse Erion Veliaj do të jepte dorëheqjen, pasi nuk do të ishte më në detyrë që të prishte provat. Prandaj edhe Erion Veliaj është ai që mban në burg Erion Veliajin. CNA ka shkruar disa herë se çfarë do të ndodhte pas dorëheqjes së Erion Veliajit. Në Tiranë do të bëheshin zgjedhjet, do të vijej një kryebashkiak tjetër, Erion Veliaj do të vazhdonte procesin, do të kërkonte zëvendësimin e masës sigurisë, nuk do të ishte më në detyrë si kryetar bashkie. Gjyqi do të vazhdonte me një masë tjetër sigurie, pa asnjë diskutim, se nuk ka asnjë gjykatë dhe arsye më për ta mbajtur në burg nëse ai nuk është në detyrë. Erion Veliaj nuk e bëri këtë. Zgjodhi të mbante veten në burg si Erion dhe si kryetar bashkie prej një viti. Teksa nuk i ka ngelur dhe më shumë se një vit mandat, me procedurat ligjore, me gjykatën që tani pas 7 muajsh filloi ta shqyrtonte çështjen themel, Erion Veliaj ndoshta do ta lërë detyrën kur të jenë zgjedhjet dhe nuk do të jetë më kryetar bashkie. Në këtë moment ndoshta do të fitojë lirinë, por jo më si kryetar bashkie, por si Erion Veliaj. Lirinë me një tjetër masë sigurie se nuk do të ketë më detyrën e atij kryetari që mund të shkatërrojë dhe hedhë në erë një proces tërë hetimesh apo proces gjyqësor. Është e qartë që Erion Veliaj e mban në burg Erion Veliaj, duke u kapur dhe lidhur pas karrigës kryetarit. Edhe veten e tij e sakrifikon, qëndron në burg që të ruaj karrigen e kryebashkiakut. Ky është Erion Veliaj, që për të mbajtur titullin si kryetari i Bashkisë Tiranës, e lë Erionin burg duke mbajtur larg familjes, të afërme. Me sa duket nuk e ka këndvështrimin si baba, si prind. Mjafton të jetë kryetar bashkie pa letrim burg, ndërkohë që mund të ishte jashtë, pranë djalit të tij, duket se ka zgjedhur të qëndrojë në qeli që të mbajë karrigen e kryebashkiakut.